Numri i rasteve me fruth ka arritur në 40 në vendin tonë, ndërsa vetëm gjatë javës së fundit, sipas Institutit të Shëndetit Publik, janë raportuar edhe 4 raste të reja. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, çdo person me simptoma të dyshimta si temperaturë e lartë, ndryshime në lëkurë, skuqje apo koll, të paraqitet në institucionet më të afërta shëndetësore dhe të vaksinohen, pasi sipas tyre, vaksinimi mbetet mënyra më efektive në parandalimin e fruthit. Drejtoresha Klinikës Infektive në QKUK, Vera Berisha Andrejaj, tregon për rrezikun nga fruthi në rast të mos vaksinimit. Shumica prej pacientëve mund të shkojnë edhe me komplikime të rënda, për fatin e keq kjo sëmundje mund të merrë edhe jetën e njeriut. Porosia jonë ose apeli jonë është sikurse çdo herë të vaksinohen fëmijët në mënyrë që të ruhet shëndeti i tyre, të ruhet shëndeti i të gjithë të tjerëve përreth, të cilët janë të pavaksinuar dhe prej vaksinës nuk ka asnjë rrezik. Rreziku vjen pikërisht nga sëmundja. Vetëm në kryeqytet janë raportuar 9 raste. Drejtori i shëndetësisë në Prishtinë, Bujar Gashi, thotë se janë ndërmarrë të gjitha masat për menaxhimin e rasteve të fruthit. Realisht kujdesi parësor në Prishtinë ka bërë punë të veta qysh me kohën, po edhe vitin e kaluar jo vetëm këtë vit. Punonjësit e kujdesit parësor shëndetësor, po edhe menaxhmenti janë munduar që në secilën formë të mundshme të sensibilizojnë prindërit që të jenë të kujdesshëm dhe të sjellin fëmijët të vaksinohen me vaksinën kundër fruthit. Do e marr parasysh që edhe vitin e kaluar kishin probleme dhe kishin mbi 70 fëmijë të prekur nga virusi i fruthit, e kryesisht numri më i madh i tyre ishte ata që nuk ishin të vaksinuar. Organizata Botërore e Shëndetësisë e konsideron fruthin si një nga sëmundjet mëngjitëse, e cila prek qindra mijëra njerëz çdo vit në botë.